Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po vijojnë të ndjekin një linjë të ashpër politike ndaj Moskës, pavarësisht komunikimeve diplomatike me administratën e presidentit Donald Trump. Në një intervistë për media shtetërore ruse, Lavrov deklaroi se dialogu mes dy vendeve nuk ka sjellë deri tani rezultate konkrete dhe se politika amerikane sipas tij mbetet në thelb e pandryshuar nga ajo e administratës së mëparshme amerikane. Shefi i diplomacisë ruse u shpreh se ndonëse nga Washingtoni përdoren deklarata pozitive për bashkëpunim në fusha si energjia dhe teknologjia, në praktik nuk ka pasur hapa real për përmirësimin e marrëdhënieve dypalçe apo lehtësimin e tensioneve ekonomike. Lavrov kritikoi veçanërisht vazhdimin e sanksione ndaj Rusisë dhe masat e fundit që prekin kompanitë kryesore energjetike ruse, përfshirë Lukoil dhe Rosneft. Sipas tij, presioni amerikan ndaj blerësve ndërkombëtar të naftës ruse synon dobësimin e pozitës ekonomike të Moskës në tregjet globale të energjisë. Ai thiri se këto masa si të palishme dhe të papranueshme duke pretenduar se objektivi i vërtetë i SBA-s është të zgjerojë kontrollin mbi tregjet ndërkombëtare energjetike dhe të kufizojë ndikimin rus. Në deklaratat e tij, Lavrov preku dhe çështjen e luftës në Ukrainë dhe rolin e ndërmjetësimit amerikan. Sipas tij, besimi ndaj administratës Trump për një rol ndërmjetësues në konflikt është dobësuar si nga Moska ashtu dhe nga Kievi. Deklarata e ministrit rus në një moment tensionesh të vazhdueshme mes dy fuqive, ku çështjet e energjisë, lufta në Ukrainë dhe rivaliteti strategjik vijojnë të dominojnë marrëdhëniet mes Moskës dhe Washingtonit.